Përshëndetje të dashur ndjekës të mi, përshëndetje të nderuar miq të kanalit të Monitor TV. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar, për të analizuar dhe për të ndarë bashkarisht lajmet më të fundit që kanë të bëjnë tashmë me jetën publike, me jetën private, me jetën profesionale të artistëve tanë. Brikena dhe Mateo fatmirësisht mbeten që të jenë në epicenter të gjës, dhe më thënë të gjithë flasin për to, të gjithë komentojnë për to, të gjithë hamencojnë për to, si është marrëdhënia e tyre, si është lidhja e tyre. Ditën e djeshme kemi parë një fotografi nga Mateo, i cili dukeshte që ishte mirë, ishte rehatuar, ishte qetësuar, por nuk kemi parë asnjë gjë nga Brikena. Nga informacione që kam unë, Brikena ka qenë në Kosovë, ajo sot do të udhton për Tiranë, sepse sot janë regjistrimet e post Big Brother për të martën, do me thënë bëhen regjistrimet e para, të gjithë ish banorët do të mblidhen në televizionin Top Channel ku do të bëjnë regjistrimet dhe besoj që edhe një herë me të mirat, me të këqijat do të ritakohen brenda kësaj familje, brenda shtëpisë Topit. Por natën e mbrëmshme në Instagramin e saj, Brikena ka reaguar për të gjithë ngjarjet që në fakt ka ndodhur gjatë momentit kur Brikena ishte pjesë e shtëpisë së Big Brother. Ju e mbani mend shumë mirë, televizioni Klan ka postuar një emision dhe ka nxjerrë një intervistë të Brikenës, kur Brikena kishte bërë një ndërhyrje plastike në fytyrën e saj. Që atëherë do me thënë kam qenë kundër këtyre emisioneve, sepse kjo ishte emision për të marrë klikime, unë e kuptoj nga që Brikena ishte personazhi më i klikuar, por nuk ishte emisioni i duhur për ta marrë atë klikim, sepse duhet të kesh një armiqësi shumë të madhe me personin në fjalë për të nxjerrë emisione të këtilla. Do të thënë për të nxjerrë intervista të këtilla, të cilat kanë qenë fillimisht një herë pa miratimin e Brikenës dhe kanë qenë pa të drejtë. E gjitha kjo është bërë siç duket për inat goditje televizionit sesa televizioni Brikenës. Ajo ka ndarë mbrëm një status që në fakt na ka befasuar të gjithëve, ku në këtë statusin Brikena shkruan: gjatë periudhës që kam qenë brenda në Big Brother, jashtë kam përjetuar shumë padrejtësi. Do thënë, kur kam qenë brenda, thot, jashtë kam përjetuar shumë padrejtësi. Kam pasur njerëz që janë përpjekur të njollosin imazhin tim. Madje, disa prej tyre kanë qenë persona të cilëve u kam dhënë me ngrënë nga duart e mia, thot Brikena. Janë publikuar shumë gjëra që unë as nuk kam pasur forcën që t'i shoh, për hir të shëndetit tim mendor. Shumë më kanë këshilluar të ndjek rrugë ligjore dhe t'i çoj disa njerëz në gjyq, por unë zgjedh të besoj diçka krejtësisht tjetër. Besoj fort që Zoti ekziston dhe Zoti nuk është një mace. Mace që të gërvisht me një herë, por në kohën e dur i jep secilit atë që ai në fakt e meriton. Dua t'ju them gjithashtu të gjithëve që ju që më keni mbështetur, faleminderit nga zemra. Mbështetja juaj më ka dhënë forcën në momentet më të vështira dhe më ka bërë të mos të dorëzohem. Unë do të vazhdoj të jem e vërtet me veten time, por edhe me ju. Pa u ndikuar nga gënjeshtrat apo nga thashethemet. Prandaj ju lutem, mos vazhdoni më. Le të zgjedhim respektin dhe të vërtetën mbi gjithçka. Kaq. Do të thënë, Brikena këtu përfshin edhe ato personazhe që në fakt dolën për intervista dhe treguan sekretet, themi kështu, të tyre, ku Brikena pas ka shkruajtur me ato, Brikena ka ndarë momente me ato, Brikena
ka ndarë kohë me ato, dhe me thënë Brikena ka përfshirë gjithçka këtu çfarë ka të bën me të. Ajo ndihet shumë e thyer dhe shumë e lënduar dhe në fakt nuk i ka pritur këto ngjarje që të bëhen publike. Tani këtu ka, do me thënë, kjo është thik me dy presa. Fillimisht një herë e para, Brikena e di shumë bukur që jashtë është shndruar në një fenomen dhe është më se e kuptueshme që nga ky fenomeni të përfitojnë të gjithë, që nga ky fenomeni të rrisin interesin të gjithë. Dhe në këtë rast, në fillim, do me thënë, të gjithë menduan, unë kam qenë i pari gazetar që më duhet ta ripërsëris, që e kam thënë që do të martohen. Do me thënë, në rast të parë të gjithë menduan që këto do të jenë të ndarë, por vazhdimisht, do me thënë, Brikena vetëm se e bindi të gjithë opinionin publik shqiptar që ajo me ndjesinë e saj, por dëshironte të merr vërtetësinë, dëshiron që të jetë në krah të Mateos dhe ta jetoj momentin me Mateon. Do me thënë, Brikena është shumë e lumtur në përzgjedhjen që ka bërë, por mënyra se si Brikena e ndërtoi këtë gjën, mënyra se si Brikena erdhi pranë kësaj gjëje, ngriti dyshime dhe lufte të mëdha tek disa njerëz të cilët morën edhe guximin të dalin dhe të thonë disa fjalë që ato kanë shkruar me Brikenën, kanë darë momente me Brikenën, domethënë duke asocuar që kanë patur një diçka më shumë se sa veç një Mateo, sepse Brikena gjën kryesore që e thonte ishte unë nuk kam patur dashnor, domethënë, dhe kjo ngriti një lloj nervozizmi, domethënë, te këto njerëz për të nxjerrë disa gjërat edhe ku këto gjëra në fakt nuk bazojnë në fakte. Brikena duke që tashmë ka marrë veten shumë, ajo ka përzgjedhur që shumicën e kohës, domethënë, të jetë në Kosovë, i bie që akoma nuk e kanë zyrtarizuar gjën e tyre, akoma nuk e kanë përmbyllur gjën e tyre. Tani besoj që këto ditë do të zyrtarizohet gjithçka dhe çifti Briki Mateo do të jenë më shumë bashk, do të kalojnë më shumë kohë bashk, por nga ajo që unë kam arritur të kuptoj, domethënë Brikena i ka dhënë kohë Mateos në këtë rast, që të argëtohet pak me familjen e tij, që të çmallet pak me njerëzit e tij të afërt, sepse me Brikenën ka qenë gjatë gjithë kohës, domethënë në Big Brother, dhe më pas do të fillojnë atë linjën Prishtinë-Tiranë, ku çifti do të ketë më shumë takime, ku çifti do të ketë më shumë momente, dhe besoj që të gjitha këto momente, të gjitha këto takime, të gjitha këto emocione do t'i ndajnë me ne dhe ne do të jemi në fakt ato dëshmitarët e tyre që do ta jetojmë këtë momentin. Do të thënë, sot Brikena udhton për Tiranë, gjithashtu dhe Mateo në televizionin Top Channel, ku fillojnë në fakt të xhirojnë rrugtimin e bukur të post Big Brother 1, që në fakt do të jetë një post Big Brother bombastik. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe, ju që dëshironi lajmet tona për çdo gjë që do të ndodh mes këtyre artistëve.